الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد أما بعد Falenderojmë Allahun te baraka wa taala, I dërgojmë salat dhe selam e pejgamberit tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam. Të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejen e Allahut po vazhdojmë me kapitullin e 11 me radhë. Kapitulli I cili flet për gjihadin dhe përpjekjen në rrugën e Allahut te baraka wa taala. Imamu Nawawi rahimahullah, Allahu më shëroft atë dhe mësuesit dhe hoxhallarët e tij dhe hoxhallarët dhe mësuesit ton. Këtë kapitull ka përmend disa ajete e pastaj I ka përmbledh 16 hadithe. Është shumë rëndësi të dashurit e mi me kuptu këtë koncept në Islam, konceptin e mundimit dhe të përpjekjes në rrugën e Allahut dhe të gjihadit. Fillimisht Imamu Nawawi rahimahullah e ka pru ajetin 69 Ankebut. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Që ajeti 69 Ankebut, dietarët Islam ndërshekuj shumë kanë folur rreth këtij ajeti, kanë jep sqarime shumë të rëndësishme. Ka prej ulemave që vetëm për këtë pjesën e parë të këtij ajetit kanë shkruar libër. Thot Allahu fuqiplot: "Walladhina jahadu fina", ata që bëjnë përpjekje në rrugën tonë. Lanahdiyannahum subulana, ne do t'i udhëzojmë ata gjithsesi drejt udhëve tona. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin, Allahu është me ata që janë vepërmirë. Allahu nuk ja hub mundin askujt. Këto s'do të më harru asnjëherë. Është një ajet në surën Rahman I jashtëzakonshëm. Thot Allahu dhul Jalal: "Hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan." A thua vallë, Allahu të mirën me çka e shpërblen? Vetëm se me të mirë. Por të shpërblimi I Allahut ka një rregull. Allahu dhul Jalal neve kur na shpërblen prezent me shpërblimin që Allahu neve na shpërblen, është gjithmonë bujaria dhe fisnikëria e Allahut. Allahu është shumë bujar. Dhe ju e dini, kur robi e bën një të mirë, Allahu një të mirë e shpërblen me sa? Starti jo me 10. 1 me 10 është. Starti jo me 10, 1 me 10. Pastaj varësisht qësaj përpjekjes, pjesa parë e ajetit 69 Ankebut, ata që bëjnë përpjekje, ata që mundohen drejt rrugës Allahut, drejt fitimit kënaqësisë Allahut, drejt asaj që fjala Allahut me qenë më e larta, ata që mundohen fort me përcjell fjalën e Allahut. Mos harroni vëllezër, masi pejgamberi a.s. ka shku tek Allahu në ahiret, mas vdekjes pejgamberit, shumë pak me sahabe kanë mbet në Medinë. Ngishta kanë mbet sahabët në Medinë. Sahabët I kanë pas 2 projekte. Dhe gjithë kanë qenë këto 2 projekte. Projekti I parë ka qenë me shpërndar fjalën dhe fenë e Allahut. Prandaj kanë shku deri në Azerbajxhan. Kanë shku dhe në Kin. Sot e kin xhamin e sahabeve, prej kohës sahabeve. Ke parasysh, ko gjatë distancë e gjatë në të kohë,
në mungesë të kushteve të transportit. Edhe mejdani i dytë ku kanë qenë sahabët ka qenë gjihadi. Pak sahabe kanë met në Medinë, kanë met masi ka vdek pejgamberi sa. Krejt janë shpërnda. Edhe pak sahabe ka që kanë vdek në Mekë dhe në Medinë. Krejt kanë vdek në misionet dhe detyrat që kanë qenë. Prandaj mos harro që pjesët e ajetit është shumë e rëndësishme. Ata të cilët bëjnë përpjekje, mundohen drejt rrugës Allahut, Allahu po premton: la nahdiyannahum subulana. Ne gjithsesi ata do t'i udhëzojmë, do t'i mundsojmë atyne që ata me arrit ato që esirojnë në rrugën tonë. Tham, shpërblimi i Allahut për cilët me bujari dhe fisnikri, shpërblimi i Allahut në start fillon 11, e pastaj që ky 10-shi bot 100, bot 700, adhafën mudha'afa dhe bot shumë fish pa llogari. Allahu din sa. Ajeti i dytë që e ka pru në këtë kapitull Imamu Nawawi rahimahullah, po ashtu është ajeti i jashtëzakonshëm, ajeti 99 Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroj Allahun tënd deri në vdekje. Angazhimi, përpjekja është deri në vdekje. Bilem, pejgamberi alayhis salam thot: el a'malu bil khawatim, veprat gjithmonë llogaritën edhe shpërblen sipas përfundimit. Pejgamberi alayhis salam e ka marrë një shembull, thot besimtari zellin edhe dëshirën e tij për me arrit më të mirën e ka sikur se shembulli i kalit i cili është në garë, e në rrethin e fundit për me dal kali i suksesshëm i pari me marrë trofen, në rrethin e fundit e atë maksimumin. Në një figurative pejgamberi alayhis salam, do të thonë, në fund të jetës besimtari do të më e bë maksimumin, normalisht duke e ditur se ne të gjithë pa përjashtim asnjëri prej neve nuk jemi të garantuar se mundet me na mungu shëndeti. Tash do të vjen pas pak pedhuntivi më të mëdha, pa dyshim është shëndeti. Prandaj pejgamberi sa më tha, shfrytëzoj jetën para vdekjes, shfrytëzoj rinin para pleqërisë, shfrytëzoj shëndetin para smundjes. Shfrytëzoj shëndetin para smundjes. Dhe këtu autori ka pru ajetin tjetër 7 surës Zelzele: "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara." Kush për juve bën një vepër të mirë, nëse ajo është vepër e mirë sa një grimc atomi, ka me i dal si vepër e mirë dhe ka me e gjetë tek Allahu si vepër të mirë. Te përpjekja dhe angazhimi dhe lufta në rrugën e Zotit, nuk jemi tani tek ai koncepti i xhihadit, lufta me armikun, në kuptimin e luftës frontale fizike, po këtu tani jemi tek koncepti lufta me vetveten. Thot Ibn Uthaymeen rahimahullah, përpjekja dhe lufta e njeriu me vetveten është në një rrugë dy anësore. Lufta me bë vepra të mira, njëna ana tjetër lufta me i braktis vepra të këqija. Do të thonë, lufta e njeriu me vetveten e tij është dy anësore. Lufta me bë vepra të mira, edhe lufta me nefsin, mos me bë punë të këqija. Jo ndoshta për shkak të rutinës ju mungon vëmendja. Çdo hoxh kur e nis ditën e xhumo, kur e hap hutbën, fillim thot: "Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina." Dhe kërkojmë mbrojtjen e të madhit Allah prej të ligave dhe të këqijave të shpirtit tim. Pejgamberi sa kur e ka filluar hutbën, kërkoi mbrojtjen e Allahut
prej të ligave dhe të këqijave të shpirtit tim, kërkoj mbrojtjen e Allahut prej të sytjeve të shejtanit. Prandaj, lufta e jonë me vetveten tonë është në dy drejtime, apo rrugë dy kahore. Me bo përpjekje për me bo punë të mira, dhe me luftu dhe me bo përpjekje dhe me qenë i vendosur, mos me bo punë të këqija. Prandaj është një lutje e madhe e pejgamberit që ju e dini, e atë lutje duhet me fut në kuadër të lutjeve tona, pse jo dhe ditore. O Zotim, më bë të mundur ta shoh dhe ta njoh e ta kuptoj të vërtetën dhe ta pasoj atë. Sikurse o Zotim, më bë të mundur ta shoh e ta njoh e ta kuptoj të pavërtetën e të largohem prej saj. Shiqo, pjesa e parë, etapa e parë me njoft vërtetën. Etapa e dytë nuk mjafton me njoft, me punu me të vërtetën. Pastaj, pjesa e parë më mundso Allah me njoft keqen, të pavërtetën, të kotën, nuk mjafton dhe më bë të mundur më u largu prej saj. Prandaj kjo është lufta që e ka përmend Sheikh Ibn Uthaymini, lufta me vetveten, në kupton dy gjëra: përpjekjen, angazhimin, mundin për të bërë vepra të mira dhe largimin dhe braktisjen prej veprave të këqija. Këtu Ibn Uthaymini, Imam an-Nawawi rahimahullah, hadithin e radhës është hadithi 95, hadithi e Abu Hurajras radhiyallahu anhu, hadithi i jashtëzakonshëm. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky hadith vëllazër është hadith kutsi. Thot Allahu dhul jalal, men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Ky hadith është i shumë i bukur. Allahu dhul jalal thot, kush tregon armiqësi ndaj mikut tim, unë do t'i shpalli luftë atij. Kush më armiqëson një të dashur timin, Allahu dhul jalal thot, kush më armiqëson një të dashur dhe një mik timin, faqad adhantuhu bil harb, i kam shpall luftë atij. Pastaj thot, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi. Allahu dhul jalal thot, robi më smiri afrohet tek une me ato që unë ja kam obligu atina. Rruga për me qenë ne mës afër Allahut, rruga për me qenë ne më pran Allahut ton, është kur ne i vëm në jetë ato që Allahu na ka obligu, farzët. Pastaj thot Allahu dhul jalal, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Thot, nuk vazhdon robi im të afrohet tek unë me vepra nafile, me vepra vullnetare, derisa e fiton dashurinë time. Fa idha ahbabtuhu, Allahu thot, e kur unë e du robin tim, atëherë unë bëhem dëgjimi me të cilin ai dëgjon, shiqimi me të cilin ai sheh, dora me të cilin ai prek, këmba me të cilin ai ec. Nëse kërkon diçka nga unë, do t'i japi, nëse kërkon mbrojtjen time, do t'a mbroj. Hadithi është e vërtetë, e transmeton Imam Buhariu. Ky hadith është shumë i madh vëllazër. Kemi shpjeguar disa herë, po mundona shkurtimisht. E para, Allahu dhul jalal ka garantu që ata robët e tij që Allahu i ka marrë në miqësinë e tij, në dashurinë e tij, ata që guxojnë me i shqetësu të dashurit e Allahut dhe ata që guxojnë me i armiqësu e me i bë dëm, Allahu u shpall luftë këne. Kjo një. E dyta, pjesa e dytë e këtij hadithi, vazhdimi, tregon se veprat më të dashura të Allahut janë farzët. Çfarë thot Allahu? Robi, rruga e robit që ai më afërti afrohet pranë meje, është ajo rruga që unë ja kam bë obligime atine. E treta,
Thot Allahu dhul Gjelal, nuk vazhdon robi të bën ibadet vullnetar derisa e arrin dashurinë time. E pastaj kur e arrin dashurinë time, Allahu i përmendi çfarë mirësi i fiton robi. Këtu vllazën du m'ja bo një përkujtim vetit edhe juve. Një vrejtje me rëndësi për gjithë ne. Kemi problem serioz, mos e merrni ju drejt për drejt, po flasin për gjithësi, po përkujtimin merrni drejt për drejt. Vetin për përkujtim dhe gjithë juve. Na e kemi një problem serioz. Një problem shumë të madh serioz. Ai problem e ka emrin se nuk i falim sunetet ditore të 5 kohë namazit. Nuk i falim sunetet ditore. Kjo është bele. Sprove madhe është kjo. Kanë thonë të parë tonë të mirë selefi. Kush sprovohet në mos faljen e namazeve nafile, ai gradualisht, një njeri që s'fal kur namaz nafile, ai është shumë dembel përballë namazeve sunete. Ai i cili është dembel përballë namazeve sunete, ky është rrezik të madh me humbë dhe farzi. Shqyqeni, kjo shkon mirë zinxhirore. Ai keni pa gjyshat tonë. As një reqatë sunet me kik. Hiq. Se aje ka kuptu se namazi i dreki si ka 10 reqate. E ka kuptu aje namazi i dreki si ka 10 reqate. Pik. Hiq bre. Ku me ditë sa pun me pas, ku me ditë sa angazhim me pas, aje e din se namazi i dreki si ka 10 reqate. Namazi i akşamit ka 5 reqate. Wallahi, isha do familjar të mi, gjinin femenore, nanën e tezet e hallat që falin namaz, kur nuk bën vakia me e fal ato farzin e akşamit e me lotë sunetin. Nuk bën vakia kur. Se ato, pri momentit par, ata dhe ato e din se, po e zojmë, akşami i ka 5 reqate, dreka i ka 10 reqate, ikindia i ka 8 reqate, dhe kjo është një standard shumë e rëndësi për ne vëllezër. Se na duke qenë të pakujdesshëm, duke qenë neglizhent për balë suneteve, atëherë po na merr malli kur po falim nafile. E çka po thot Allahu? Thot nuk vazhdon robi me fal namaze nafile derisa ta fiton dashurinë time. Do të thonë, rruga për me fitu dashurinë e Allahut quhet rruga e nafiles. A rruga e cila ty të bën më kon ma pran Allahut e ka emrin rruga e farzëve. Prandaj vëllezër, këtu duhet të bëjmë kujdes. Sa humbim subhanallah. Veç me bo 365 ditë brenda vitit, 5 kohë namaze, sa rekate sunete jonë brenda një dite, a dhe një qëfa humbi është ajo. Dhe krejt prej neve kërkohet me ishtu edhe 5 minuta brenda namazit ton që ti e ke falë dreken ose ikindin ose akşam ose yatsin. Thojnë ulemaja, nuk dihet asnjëherë, nuk transmetohet kur, nuk është transmetu asnjëherë që pejgamberi alayhis salam kur ka qenë në udhtim nuk e ka falë namazin e vitrit. Kur nuk i ka ikë namazi i vitrit pejgamberit alayhis salam në udhtim. Kur hiç. Se jashtë udhtimit pejgamberi ka falë namaz natë. Nisfahu aw inqushu minhu qalila. Gjysën e natës apo më pak se gjysën e natës apo pak më shumë se gjysën e natës e ka kaluar namaz. Po në mëndëri ne kemi ardhë deri në atë gjendje, vallahi është gjendje keqe, për mësë me thonë mjeruse, mjerim, me thonë spaku një reqatë fale vitrin. La haule vë la kote, 3 reqatë e vitrin. 3 reqatë e vitrin jonë. Me thonë, namazi vitrit e ka një peshtë madhe.
Namazi vitit e ka një mesazh të jashtëzakonshëm për ty dhe për mu, kur e përmbyll aktivitetin ditor dhe e mbyll një ditë e që ti dhe unë nuk jemi të sigurt ta kemi me fillu nesër një ditë tre. Se bim me vjetë dhe nuk di ma qomi. Mesazhi i namazit të vitrit, si kapaku i namazeve, është i jashtëzakonshëm për me e kuptu. Pastaj për mos mundalte ato që në kam su pejgamberi alayhis salam, që kam lezuar rekatën e parë, dytën e tretin, dhe rëndësia aty në sureve, për mos mundalte lutja e kunutit, te duaja e kunutit dhe sa rëndësi të madhe ka ajo, e tjerë. Prandaj shiqojni ky hadith i jashtëzakonshëm sa rëndësi të madhe i jep aktiviteteve vullnetare, ibadeteve nafile, të cilat na mundsojnë, të cilat u përmenden në hadithin që e transmeton Abu Huraira. Hadithi tjetër është hadithi i Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu. Thot pejgamberi sa ka thënë: "Ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas, as-sihhatu wal-faragh." Edhe këtë hadith transmeton Buhariu. Thot pejgamberi sa janë dy mirësi, janë dy dhunti të jashtëzakonshme që shumica e njerëzve nuk ka din vlerën. Shumica e njerëzve nuk ka din vlerën. Shëndeti edhe koha e lirë. Shëndeti dhe koha e lirë janë dhunti që njerëzit nuk din me i vlerësu. Shëndeti dhe koha e lirë janë pasuri që njerëzit saj kanë nuk din me i kapitalizu, në momentin kur i humbin, i shpresojnë e i kujtojnë. Dhe pikërisht Imamu Nawawi rahimahullah e ka sjell këtë hadith në kapitullin e përpjekjes, luftës, mundit në rrugën e Allahut që mos me leju sa e ki kohën e lirë dhe ki kohë mjaftueshëm, mos me të ik koha kot, por edhe sa e ki shëndetin. Prandaj Imam Ibn Uthaymini, duke komentu këtë hadith në këtë kontekst, thot begatia më e madhe për njeriu në jetën e kësaj bote është Islami. Pastaj thot 2 është dhuntia e mendjes dhe shëndetit mental. 3 shëndeti, mendja në veçanti, shëndeti në përgjithësi, e pastaj siguria kur ti e normal begatit të ne janë të pa numërta nëse filloj me i numru, po këto janë shumë më rëndësi. Po vjen keq, po duhet me përmend se shumë herën namaz kur vim e shohim vllaun ton lumrin. Nukën, ani kush se nxjerr lumri pushkën. Do shumë herë keni pa na vim në xhami, edhe ai është i privuar prej dhuntisë shëndetit. Ka pas aksident, është rrëzu, të e fitur riskën, edhe ka mbeti pa levizshëm. Ai vazhdon me përpjekjen e tij, me luftën e tij në rrugën e Allahut, me u përgjigj Allahut, me karrocën e tij. Por unë dhe ti sa herë shohim ato atje në fillim xhamis, duhet me qenë një alarm shumë i rëndësishëm për mu dhe për ty. Se ti ki shëndetin, po për një moment mundet me tup shëndeti. Për një moment ndron jeta jote dhe imja komplet ndron. Prandaj kjo fjala pejgamberit është mrekulli e jashtëzakonshme. 2 dhunti njerëzit nuk i çmojnë, nuk i vlerësojnë. Shumica e njerëzve nuk ja din vlerën. Shëndetit dhe kohës së lirë. Hadithi tjetër është hadithi Aishës radhiyallahu anha. Thot ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e tash çush ka thot Aisha. Thot pejgamberi alayhis salam ka fal namaz natë hatta tafattara qadamahu, derisa ju kanë aj kumt. Thot e një ditë i thash, ja Rasulullah, pse po vepron kështu? Pse po falesh kaq shumë, kaq gjatë? A nuk ti ka fal Allahu gjunat e më hershme e më të vonshme? I ka thonë Aishës, afala akunu abdan shakura, a nuk do të jam në rob falëndërues ndaj Allahut? Hadithi është i vërtetë transmeton Buhariu dhe Muslimi. Pardoni vëllazër, kur pejgamberi alayhis salam shteni çfarë zelli, çfarë përpjekje, çfarë angazhimi ju kanë aj komt, aq gjatë ka qëndruar namaz natë.
Thot Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma, apo Abdullah ibn Abbasin, njëri për këtyre dyve ka qenë. Thot një nat isha duke u fal namaznate, duke u fal afër me pejgamberin së bashku. Thot kanis e ka kënu surën Bekare. Mas surës Bekare e ka kënu surën Nisa. Mas surës Nisa e ka kënu surën Ali Imran. Mas surës Ali Imran ka fillu me kënu surën Maide. Thot ka fillu me mhi mendja keqe. Me mhi mendja keqe, me prish namazin, me jep selam, se s'poj me nejt në kumë. Do më thonë, Bekara, Ali Imran, Nisa, Maide, afërsisht 6 gjuza. Bekara i ka 286 ajete. Ali Imrani 200, Nisaja, 6 Maide, afërsisht thuj aty këtu dikut mbi 800 ajete. Hatta të fattara qadamahu, dhejsa ju kanë ajkon pejgamberit e sa. Do shqeqare do thonë përpjekja e Rasulullahit a.s. që ne krejto duhet t'i kemi model edhe në kujtesën tonë sa pejgamberit. E dini hadithin tjetër e ka përmend Imamu Nawawi prap hadithi Aishës të cilën e transmeton Bukhariu dhe Muslimi, e keni dëgjuar çdo Ramazan. Pejgamberi alayhis salam në 10 ditët e fundit e ka palu shtratin e tij. E ka shtrëngu qemerin. Ani sigur na dojmë me kap diçka rond, ose do më bë gati me kry punë, shtrangall. I thot shoqit, shtrangall mirë tash. Pejgamberi alayhis salam mobilizim. Ahya lejlehu, e ka ngjall natën duke bo ibadet pejgamberi alayhis salam. Do thot krejt këto tregojnë përpjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i radhës që ka përmend Imamu Nawawi rahimahullah, dhe ky është i fundit për sonte, është hadithin të cilën e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if. Besimtari i fort është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu se besimtari i dobët. Në të dy ka hajër, ka thonë pejgamberi alayhis salam. Pastaj vazhdon pejgamberi alayhis salam, thot ihris ala ma yanfa'uk. Angazho dhe harxho energjinë, mundin, jetën, kohën tënde në ato gjëra të cilat ti ke dobi. Wasta'in billah, kërkoj ndihmën e Allahut. Wala ta'jaz, mos u trego i pafuqishëm, mos u trego impotent. Wa in asabaka shay'un, nëse diçka të godit, fala taqul law anni fa'altu kadha wa kadha. Mos thuj, sikur ta bësh ashtu, sikur bona ashtu, sikur u shkova ashtu. Ja. Mos i hap derën shejtanit, por thuaj, ky ishte kaderi i Allahut, ky ishte caktimi i Allahut për mua. Edhe ky hadith është i jashtëzakonshëm. Këtu në radhë të parë, në hadith thot Ibn Uthaymeen rahimahullah, këtu nuk nën kuptohet vetëm forca fizike. A priori, parimisht, këtu në radhë të parë nën kuptohet imani. E pastaj imani ja jap kuptimin edhe forcës fizike, edhe çdo tipari dhe vlerë fisnike. Përndryshe, sa njerëz janë fizikisht fuqishëm, po s'kan iman, dhe kjo ata nuk i bën më të dashur tek Allahu dhul xhelal. Ju dini rastin e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, kur ka qenë me shokët e tij, e janë kënë në hijen e një palmës të hurmës, edhe atje në maje të palmës të hurmës e kanë pa një kalavesh me hurma, një rem me hurma, ama këtë në maje atje. Për me hypë maje dhe të më konë dikush që nuk ka pesh të rond, i let. E i ka thonë Abdullah ibn Mas'udit, Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, nuk o konë me shtat i gjatë, edhe me trup nuk o konë shumë i madh e i rond. I ka thonë tje i let, hypë atje në maje të hurmës, e qatë kalavesh, qatë rem me hurma bjerna. U hypë të hypë, ja kanë pa komen e vogël, do njerës, e kanë komen e vogël, kanë fillu ka bak me kesh, shokët, jo me nënçmue, jo me qëllim të kesh, po që? Kër i ka dëgju pejgamberit që po qeshin me komen
e vogël të Abdullah ibn Mas'udit, ka thonë Rasulullah a.s. ju po qeshni me komën e vogël të Abdullah ibn Mas'udit. Po, e vërtet se kjo është një njeri jo me shtatë dhe me trup të madh, por këmbët e tij janë më të rënda te Allahu se krejt bjeshka e Uhudit që 8 kilometra e madhe. Allahu akbar, 8 kilometra e madhe bjeshka e Uhudit. Kur shkon në Medinë pe ju e keni pa bjeshkën e Uhudit. Ju po qeshni me komët e vogla të Abdullah ibn Mas'udit. Ama te Allahu këto këmbë peshojnë më rënd se bjeshka e Uhudit. Do të thonë, imani jep kuptim gjitha këtyre tjerave. Në mungesë të imanit, atëherë gjërat shkojnë ndryshe. Po edhe forca fizike. Po e dini, e kam përmend, unë besoj që ju që i keni vesh ihramat, kur e keni vizitu Bejtullahun, sunet është 3 tavafet e para, krahi i djath me qenë i zbulum. Ju e dini pse ka ardhur ky moment. Kur nis pejgamberi sa prej Medinës Mekë, kur ka ardhur mas 8 viteve, mas e kanë debu me bë umre, kanë nis mushrikt edhe munafikat me thonë, au çka ko kanë ty hek keq këta, nuk ko kanë ty ushqy mirë, qërë që shko kanë ligë. Pejgamberi sa më tha, zbolojni, tha, krahin e djath, gjoksin, anën e djath, le t'i shojnë pak, edhe muskujt edhe le t'na shojnë, dhe më thonë, për këto kamet. Në besimtarit du t'me qenë, edhe nuk du t'mi mungu dhe pregaditja gjithmonë se Allahu të baraka wa ta'ala e don një veprim të tillë. Pastaj pejgamberi sa më tha, ihris ala ma yanfa'uk, bën përpjekje, hargjoje mundin dhe angazhimin tënd në ato që ty të bëjnë dobi. Kjo është shumë e rëndësishme vëllazër. Edhe këtu kemi telasha, Zoti na drejtoft. Sa energji e humb, sa energji e mund, e kohë, e ymer humbim nga jeta tonë në gjëra të cilat nuk kemi dobi, as në dunja as në ahiret. Subhanallah, për gjërave më të çuditshme është një libër kur jam qenë student i ri, e kam lexu, thirret ambicia e lartë, ulul himma. Aty e përmend ka autori, subhanallah, një hoxhi i Egjiptit është autor, Muhammad Ismail Muqaddam, Allahu e rujt, thaj ke një pej selefit, Allahu ju nderoft, kur ka hinë WC, i ka thonë djalit prej jashtë me lexu emra të njerëzve që kanë qenë transmetues, e ka shfrytzuar edhe kohën, Allahu ju nderoft kur në WC. Një tjetër vetëm ditën e gjymoh, mas namazit gjymos deri në akşam e ka pas relax, gjatë këtë javës ka pas mësim, e që aty ka pas edhe një drek me familjare, me kushërie, me kujshi, po ty hongër drek edhe relax, por që ato 3 orë 4 i ka mbrej lapsat, edhe relax, edhe ka hongër drek, edhe ka prit musafir, edhe ka po muhabet musafir, po i ka mbrej lapsat, se këtë javën ka shkru me lapsat. Dhe njerës cilët nuk kanë leju energjia dhe mundi tyre me shku koti. Wasta'in billah, kërkoj ndihmën e Allahut. Kërkoj ndihmën e Allahut, wala ta'jaz, mos u trego i pa aft, i pa mundshëm. Për këto pejgamberi ka bëu dua, sidomos djemë të ri, sot e kemi një problem. E me këtë po e përmbyllim, sot e kemi një problem shumë të madh. E kemi një problem serioz që po na kërcënon. Gjenerata X. Për ju që se dini, gjenerata X janë ata të cilët i thuhet gjenerata X, gjenerata e Twitterit, e kësaj reformave, këtyre zbulimeve të mëdha të informacionit, teknologjisë, ata që kanë lënë mas vitit 2000, ata që kanë lënë mas vitit 2010, ata që kanë lënë mas vitit 2015. Ai keni pa janë shumë dembela, janë shumë slow motion edin. Tweets kaptëm. Si në gjumë që është? Si në gjumë edin. Ja Allah, dembela. Munges energjis, munges vullnetit, munges gadishmeris, munges asaj vendëshmerie, munges mu sfidu, mu balafaqu. O problem kjo, çka poritim?
çfarë gjenerate po e rritim. Nevojat e tyre personale i kryen me telashe, me problem, me i marr çarapat, me vesh çarapat e veta, ka telashe. Në rregull, me të vërtet çanta me libra të fëmijëve është bëjë e rëndë, me të vërtet. Nuk ki prind që nuk fol, edhe unë jam për tyre, unë nuk jam të përjashtu veten. Nuk ki prind që thot, vallai bre po mëdhimet, çanta e rënda, kupton. Deri te dera klasës, çantën. Hajde ver djalë jam. Hajde çikam. Në rregull kjo, nuk, domethënë mos e kuptoni gabim. Po çka jemi ty rit na? Për çka po i bëjmë gati na këta fëmijë? Kur këta kanë më bot 18 vjetë dhe 20 vjetë, kur kanë më ballafaqu me sfidat e jetës. Ku janë këta me sfidat e jetës? Më ka ra djalin depresion. Se në momentin e parë kur ai duhet më kry 2-3 punë, ran depresion, ran dyshek, s'po mundet. Se e kanë mësuar dhe kanë rrit keq. E babgjyshi i ti, që është dallimi i madh, babgjyshi i ti, ose baba i babgjyshi i ti, në moshën 8 vjeçare 10 e ka marr lopën, edhe ka dal 35 dhe 7 kilometra larg prej shtëpisë, edhe ka ndej 8 orë 10 orë, e ka pas një strajc, e ka pas një korre buk me veti. Ska se ka jap ujin, na ta shkojmë i blejmë krejt ato, elhamdulillah që jetojmë në atë kohë moderne. Hajde pak ndihmojmë, çka i thonë këtyre far pajisjeve për ujë, çka ha? Allah shpërblet, lloj termosa afton. Jo me alumine, jo kësie. Po e shtohet e shkollë 4 orë, porin e 5 orë. E baba i babgjyshit ti 10 orë mbjesh kokon o burr. 10 orë mbjesh kokon. A ka pija uj? A ka pija uj? A ka pak se muja me pi uj? Sa të sfidum ju në konë? Sa të fuqishim ju në konë? Qfar karakterit fuqishim e kanë pas? Qfar moralit fuqishim e kanë pas? A kanë pas të ndjenja? A kanë pas të emocione? A kanë pas të nona dhe babë? A i ka dasht këta nona dhe baba? Prandaj këto koncepte në koncepte të gabume. Jo në koncepte që ne kemi ratë të gjithë në gabimin e shoqërisë. Kjo është gabim shumë i rëndë. Që pastaj çdo familje ka me i vujt pasojat e kësaj edukate të gabume. E ky hadith është i jashtëzakonshëm. Ihris ala ma yanfa'uk. Përpjeku energjin, mundin, angazhimin me harxhu aty ku ke dobi. Wasta'in billah, kërkoj ndihmën e Allahut, wala ta'jaz, mos u trego i pafuqishëm, i pamundshëm, impotent. Nëse të ndodh diçka, mos thuj pse kështu, mos i hap derën shejtanit, po thuj ishte caktimi i Allahut, ishte ky kaderi i Allahut për mua. Walhamdulillah, ec përpara. Se Kurani në mësën thot, robi kur rëzohet, Allahu kur e rëzën robin, Allahu nuk e rëzën robin për me vujt robi, po Allahu e rëzën robin për mja qelë, për mja hapë sytë robit edhe për me arrit robi sukses. Ti rëzohesh për me arrit sukses. Se ti ke pas në moj më rëzu, se sekund ti pa mirë. Momentin kur i rëzu, tu kanë hapë sytë, tash fillon suksesi. Me lejnë Allahut. Allahu na udhëzoft rrugë të mbarë, Allahu na udhëzoft fëmijët tonë, evlat tonë, trashëgimtarët tonë, qofshin në rrugën e Allahut, e qofshin prej robëve të mirë të Allahut te baraka ve taala. Allahu din më së miri, wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.